e kuqe për furosemid, që do të thotë nuk duhet të përdoret, është rasti kur jeni alergjik ndaj barnave të quajtura sulfonamide. Përfaqësuesi i tyre kryesor është baktrima ose sulfametoxazol trimetoprim, një antibiotik që përdoret shpesh për mjekimin e infeksioneve të ndryshme. Baktrima është një bar pa lidhje direkte me barin furosemid, por është vërtetuar se ka të kryqëzuar me furosemid mundësinë për të shkaktuar alergji. Kjo do të thotë, nëse keni alergji ndaj baktrim, kjo gjë mund t'ju ndodhë edhe kur përdorni furosemid. Dhëna sjelljes. Kjo është një shortës, informacionin e plot e gjeni në playlist të kanalit YouTube Semafori i Barnave. Kanal dedikuar këshillimit dhe edukimit mjekësor për barnat. Jeni të mirëpritur. Mos harroni të bëni subscribe.